e këtyre investimeve që po bëhen qoftë nga investor të huaj apo edhe në Shqipëri, apo nga ana tjetër shihni vetë humbjen e besimit të qytetarëve tek institucionet shqiptare? Po, më me rëndësi është që shqiptarët të ketë besim tek institucionet e shtetit. Për shkak se nëse ka besim, atëherë s'ka edhe shpresë. Nëse ka shpresë, ato mbeten në Shqipëri dhe do të përpiqen që ta zhvillojnë ekonominë e Shqipërisë dhe ta zhvillojnë jetën e tyre. Tani përsa i përket investimeve të huaja, kuptohet që çdo shtet, edhe Amerika kërkon investime të huaja, edhe Kina kërkon investime të huaja, edhe Japonia kërkon investime të huaja. Pra nuk ka shtet që nuk i mirëpret investimet e huaja. Por këtu në Shqipëri nuk bëjnë investime të huaja. Këtu në Shqipëri bëhet hajdutëri. Pra mund t'i merrni tani ata që kanë ndjekin, mund të bëjnë një analizë dhe t'i marrin gjithë projektet që janë në Shqipëri dhe do shiqojnë që mbas çdo projekti ka një çifut. Pra pavarësisht çfarë investimi është ajo dhe do të vinë në konstatimin tim. Pra ne jemi që të largohen çifutët nga Shqipëria për shkak se ata nuk vinë që ta zhvillojnë ekonominë e Shqipërisë, ata vinë që ta vjedhin Shqipërinë dhe është demonstruar në këta 30 vite se çka kanë kapur ata e kanë falimentuar. Pra kështu falimentuan thuajse gjithë fabrikat dhe çka ka pas në të gjithë pasurinë e Shqipërisë dhe si e përmendi shpesh si rast konkret e keni naftën e Shqipërisë. Pra mund të shiqoni, të hyni dhe të shiqoni sa taksa kanë paguajtur kompania që e ka bletur naftën e Shqipërisë dhe do shiqoni që 0 taksa kanë paguajtur. Pra çfarë interesi ka Shqipëria që naftën t'ua jep çifutëve, për shkak se mbas gjithë investimeve apo blerjeve, qoftë në resorte apo në hidrocentrale apo në zehrore apo në kompani të ndërtimit, të gjithë qëndrojnë çifutët pas. Tani kjo është specifike Shqipërisë, se në vitet e fundit, sidomos në kohën e Ramës, Shqipëria njihet si shtet narkoshtet, pra mund të hyni në gjithë mediat dhe do të lexoni ndonjë analizë dhe kuptohet që Shqipërinë e shiqen si narkoshtet dhe kuptohet që ata paratë e kokainës hynë në ekonominë shqiptare, pra e vetmja gjë që mund të sjell parë është trafiku i kokainës. Tani se unë kam jetuar edhe në Turqi një pjesë e kishte një ministër i punëve të brendshme të Turqisë, i cili tha që nëse nuk e kuptoni se trafikun e drogës e bën CIA, atëherë ju jeni budalla. Pra unë besoj që ministri i brendshëm i Turqisë, mbas edhe përvojës së tij, ka informacione të mjaftueshme që ka ardhur në atë konstatim. Dhe kuptohet që i gjithë ky kapital që ka vinë prej kokainës në Shqipëri është e lidhur me politikanët e Amerikanë, kuptohet me shtetasit Izraelit, të cilët në bashkëpunim me disa grupe kriminale të Shqipërisë dhe në bashkëpunim me qeverinë e Shqipërisë bëjnë larje të parave dhe kuptohet që investojnë aty ku preferojnë çifutët. Dhe është tani më e ka kuptuar shumica e popullit shqiptar që ka një projekt serioz të kolonizohet Shqipëria nga kolonët çifut, ashtu sikur u kolonizua Palestina para 100 viteve, sikur filloi, për shkak se e dim tani që të gjithë që Izraeli humbi të gjithë frontet në këtë luftë më shumë se 3 vjeçare dhe mbi 1 milion izraelit janë shpërngulur nga Izraeli. Dhe disa janë kthyer në Amerikë apo në vende të tjera dhe kanë tani si pikë synim të vinë në Shqipëri, për shkak se kanë gjetur një kryeministër naiv, i cili ka hap dyrët dhe shkoi në parlamentin e Izraelit dhe ju tha që mund të vini të kolonizoni Shqipërinë. Atë po ashtu e tha kur kryetari i shtetit të Izraelit gjatë gjenocidit në Gaza e pranoi në Tiranë. Dhe po të njëjtat fjalë dha edhe presidentit të Izraelit. Dhe është një pasqyrë shumë e keqe për ne shqiptarëve, për shkak se përderisa bëhet gjenocidi në Gaza, kryeministri shqiptarëve i cili thotë unë jam lider musliman, për shkak se popullata muslimane e ka votuar atë të hyrë në pushtet,
dhe na turpron neve muslimanëve dhe shqiptarëve me veprimet e tija, me përuljen ndaj kriminalit të luftës Netanyahu dhe përpiqet me çdo mënyrë që të mbrojë interesat izraelite në Shqipëri. Pra besoj që ai grup intelektual që do ta kap protestën dhe do ta drejtojë në rrugë të drejtë, kërkesën e dytë pas dorëheqjes së Ramës duhet ta ketë që të shpallet Izraeli shtet non grata në Shqipëri, të mbyllet ambasada e Izraelit në Shqipëri dhe të gjithë ata investitor me prapavi që fute apo që kanë shtetësia të ndryshme se ata mund të jenë edhe amerikanë edhe italianë, gjithë pasaportat i ka, që të largohen prej Shqipërie dhe të fillojnë një transparencë e madhe për atë se kush investon. Dhe dal nga dal të filloj që edhe prestizhi apo përfaqësimi Shqipërisë të marrë si një shtet normal, për shkak se na ka fytur kryeministri Edi Rama në një shesh apo me një korp me Izraelin për fat të keq. Dhe ne turprohemi si shqiptar. Mirë, zë dhe uti për të mbyllur, ndërkaish, ju vetë cilën shihni skenarin e këtyre protestave dhe mendoni se do të kemi një dorëheqje të kryeministrit shqiptar? Unë besoj që do të marrim në aspektin historik, se Edi Rama ishte në Francë, në gjë apo parqe, dhe mua më kujtohet kur dha dorëheqje Miloševići në Serbi pas protestave, aty erdhi ministri punëve të jashtme i Rusisë dhe bindi dhe i tha të hiqu se të ka kaluar koha. Dhe besoj që të njëjtat fjalë ka dhënë edhe Macroni në Francë. I ka thënë që jetë 30 vite në pushtet, pra prej 98-ës, kur u bë ministër kultura, ai nuk është rrezuar prej pushtetit. Dhe 20 vite është në krye të Partisë Socialiste, që ka shndërruar Partinë Socialiste si një subjekt privat të tij, cilën don e bën deputet, cilën don e bën ministër, cilën don e bën kryetar parlamenti, cilën don e bën president shteti. Pra gjithë ajo pushtet që e ka shndërruar një edhe e ka shndëruar të jetë shumë agresiv me qytetarët e Shqipërisë, që e shiqon Shqipërinë si një pronë private të tij, dhe një pjesë e Piranit, një pjesë e refugjatëve afrikanë prej Italie, një pjesë tjetër e Kolombe Çifut, dhe neve shqiptarëve të Gostivarit, Tetovës, të Prishtinës në shiqon si vetëm konsumator, pra ai ka hyrë në një iluzion që nuk din se çka është duke vepruar dhe kuptohet që gjithaj pushtet i ka sjell edhe probleme psikologjike dhe ai duhet të largohet sa më parë nga ajo detyrë. Kuptohet që nëse pyetëm unë, ai duhet të përfundojë në burg. Mjafton që djegësit veturinave të Tiranës, që nuk është ndërtuar, po janë harxhuar me $100 milion, ndoshta ende paguajnë atë, duhet të përfundonte në burg bashkë me Erian Veliaj. Mirë po, kuptohet që kjo luftë është e vështirë. Besoj që brenda Partisë Socialiste do të ngrehen vetë deputetët dhe do ta rrëzojnë Ramën, ashtu që ta mbrojnë që të ekzistojë sistemi siç është në Shqipëri, dhe kuptohet që do të kenë shumë punë ata që do të përpiqen ta marrin sistemin apo pushtetin dhe të ndërtojnë një sistem të ri. Kuptohet që është punë e vështirë, të paktën do të zgjasë 10 vite, prandaj duhet të marrë atë përgjegjësinë ndonjë pak më i ri. Ata që kanë ka 82 vjeçar, ata përkujdesen të ndrojnë pelenat sa më shpesh dhe jo që ta udhëheqin popullin shqiptar, pra duhet të pensionohen të gjithë ata që nuk janë me dekada në pushtet dhe nuk kanë treguar asnjë rezultat. Pra duhet ta marrë një frymë e re që ta kthej sovranitetin e Shqipërisë, ketë respekt për fenë e shqiptarëve, për kulturën e shqiptarëve, për historinë e shqiptarëve, dhe mos turprohemi ne se jemi shqiptarë, se jemi musliman, pra të na përfaqësojnë një prezident apo kryeministër dinjitos, se nuk është gjithçka materiale në këtë botë. Ne nuk kemi nevojë për një turizëm elitar, ne kemi nevojë për një turizëm normal, të gjithë shqiptarët ndash prej diaspore, ndash prej Kosovë, prej Maqedonie, të vinë dhe t'i kalojnë pushimet e tyre në plazhet publike të Shqipërisë, për shkak se ajo është pasuri e përbashkët. Nuk ka nevojë pse të vijë dikush prej Amerike me aeroplan privat dhe me jahtë dhe të gjithë ata parat t'i lojnë në një resort të çifutëve. Ne duam që të jetë
gjithë shqiptarët kenë mundësi të investojnë në turizëm dhe të përfitojnë prej asaj, apo nëse shkojmë ne si konsumator, mos paguajmë para shumë të shtrenjta dhe jo tash në Shqipërinë një elit që në Amerikë ka kritika të mëdha, se thuajnë se në sezon duan ta ndërtojnë ishullin e Epsteinit, prandaj edhe ka interesim të madh në mediat e Amerikës që e shfrytëzojnë këtë rast për ta njollosur politikën e Trumpit dhe politikën e çifutërisë ndërkombëtare, të cilat i shfrytëzojnë shtetet e dobta dhe i shfrytëzojnë politikanët e korruptuar si Edi Rama për t'i kënaqur epshet e tyre. Qartë. Mirë, zë Dheuti, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe. Faleminderit shumë. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme ku ndalem tek zhvillimet aktuale në vendin tonë. Bashkë mbyllim këtu dhe shihemi sërish nesër.